Të dashur miq, mirë se erdhët në një tjetër episod të emisionit ton Rrëfimi me buzëqeshje, ku ne çdo javë, siç e dini, kemi të ftuar të veçantë që kanë lënë gjurmë përmes fjalëve të tyre, zemrës dhe artit. Sot kemi një mik të rrallë, që flet bukur jo vetëm me zë, por edhe me mendime. Ai është poet, dramaturg dhe studiues, po ashtu një dashurmirës i gjuhës shqipe, aq më tepër i gagnishtes. Sepse është rritur midis artit, librave edhe Shkodrës tonë bukur. Djali i aktorit të madh Lec Shllakut, por po ashtu edhe nipi i përkthyesit të njohur Gjon Shllaku. Kemi kënaqësi që sonte me ne është Primo Shllako. Mirë se erdhe dhe faleminderit shumë që pranuat ftesën tonë. Mirë që o gjeta, faleminderit edhe ju për ftesën. Shoh që nuk dalni shumë në intervista dhe dosha me tamam me të falenderu, sepse Që u bani pjesë sonte me ne. po. Unë në intervista edhe dal, edhe nuk dal mirë e keti, po në Shkodër vi me qef kur më thrasin, edhe e falënderoj organizuesit e këtij emisioni për ftesën e tyre dhe ne jam shumë mirë që jam edhe në Shkodër edhe me ju. Do doja që ta nisnim nga fëmijëria juaj në Shkodër, sigurisht. Si ka qenë ajo? Fëminia ime është një fëmini e thjeshtë, një fëmini e zakonshme, sepse fëminia është gjithmonë anonime. Një fëmijë ka të prirjen me eksploru botën, me njoft vende, me ik përtej dhomës fjetjes, me ik përtej kuzhinës, me ik përtej oborrit, me ik përtej mahallës, me ik përtej lagjes, me ik përtej qytetit, edhe me pushtu dal nga dal botën. Kjo është rruga e të gjithëve, po jo të gjithë e kryejnë këtë punë, sepse prindët mund të jenë ata që i pengojnë, që nuk e lejojnë gjithmonë nga fëriga se mund t'i nodhë diçka e keqe njëna e tjetër. Për shembull, ne kemi pas zallin e kirit këtu, dhe mu më lejoj gjithçka, po jo më shku mu la në kirë. E kuptan? Mirë po, si do mësoja notin, në qofë se nuk, dhe një njeri që nuk din not, është një njeri plot, apo është njeri që ka një mangësi të madhe. Kështu që në këtë kuptim po them që fëminia ime ka qenë një fëmini standard. Si e të gjithëve, pa në një ashtu, sepse në moshën e fëminis njeriu nuk bën vepra. Adin, aja është në sulm me njohët botën dhe me pasqyru ma vonë si mas optikës ti, si mas synit ti. Mbani mend ndonjë lojë të veçantë që luanit kur ishit në moshën tonë nga fëminia? Ne kemi pas lujt shumë kukë në kohën. Jo, a e dini që është kuka? Më thonë drejtën se di. Kukë për hapa dollapa. Hapa dollapa. Po kusht e të mrapa futet në loj. Një njeri mëllë të sytë edhe recitonte atë vjershen për me dhanë mundësi tjerve me umsheh dhe masani a i delte edhe i gjente njerëzit edhe. Ate që i gjente të parin, a i futin në loj edhe tjertë shkoshin e fshirë. Ajo ka qenë një loj me shumë sfida, sepse na hypshim natën edhe majet pemëve, me shumë rrezik, adin, edhe shpesh herë e ndërtonim lojë në mënyrë të atje që ai personi që ishte në lojë, me majtë në lojë? Po, me majtë në lojë dhe me maru loja pa na gjetë. A kupton? Edhe kjo ishte, si më thonë, sfida, mirë po për herë ma e zorsh me baj kjo punë, sepse merrej vesh se ku kishim qenë, nësë mund shkoshim, për shembull, me ikën lezhë që mos më na gjeta, në për oborre ishim, në për pemë edhe mas muresh ishim, po ka ndodhur edhe kështu. Si ka qenë të rriteshe mes një familje artistësh? Me u rrit në një familje artistash është një sfidë shumë e madhe, sepse në një farë moshet unë fillova me kuptu se unë nuk ishe asgjë. Kaqë me prindë e mi, me njerëzit e mi, prindë po i them unë edhe agjave, edhe njerëzve që nuk janë baba e nana.
sepse ata me të vërtet kanë qenë prind për mu edhe në kohën tonë, para 60 vjetëve, familja ka qenë ne pa ndame, ose kanë nej të gjithë në një shtëpi, pra në një streh, po me ekonominë ndame, që të tregonte se familja ishte shumë e madhe, përgjithësit ishin shumë fishta, pra nuk ishte vetëm baba nana që të shifshin ty, po të shifte edhe agja, edhe gjyshja, edhe halla, edhe tezja njën e tim. Dhe unë e kuptova se me qenë, me lene një shtëpi artistash, është sfidë shumë e madhe, sepse duhet me menu me u barazu me ta. Mas paktit. Sigur. A më kuptë? Po. A ju pëlqente të lexonit libra kur ishit fëmijë? Cili ishte libri juaj i parë i preferuar? Librat e mi, unë kam qenë si gjithë djemt, unë kam qenë shumë i apasionum mas librave të Jules Vernit, sepse ata pas aventurat e tyre. Ata i banin jehon fantazisë fëminore, ata na shetisnin ne në përvende që gjithsesi ne nuk kishim mundësi me shku. Sot për shembull një fëmijë shkon me prindë e vet një vend, shkon turist, edhe shef vendin. Kurse ne në atë kohë edhe po të mund të shkonim, nuk mund të shkonim për shkaqe politike që ishte vendi i izoluar. Pra, vetëm mënyrë me udhëtu disi, ishte me udhëtu mendërisht, jo fizikisht. Çfarë ëndrash keni pasur ju në fëmijërinë tuaj? Ëndrat e mia kanë qenë të marra, nuk kanë qenë shumë të mesme, kanë qenë egzotike, kështu, nërtu kështjela, me jetu në brigje detesh, kështu, me pas anije, adin, me ba një jetë lirë edhe të pa përgjeshme, adin, me jetu në një pjesëmarrje dërmuese mbrenda natyrës, jo mbrenda shoqënisë. Dhe kjo shpjegohet me faktin se pedagogjia që kanë përdorë prindë tonë, mënyra se si janë sjellë prindë tonë me ne, ka qenë një pedagogji shtërmuese. Dhe ne nuk e doronim shtërngimin e prindëve, pavarësisht se nuk e shprehnim, por gjithmonë prindit dhe pedagogjia e tyne ka qenë një këpuc e ngushtë për ne, që na vriste vazhdimisht, por nuk e hiqshim prej kamit, ose se kishim shpresë se këpuca do zmadhore edhe do të ikte efekti i dhimbjes, ose se mendonim se kjo botë ishte kështu. Fëmijët duhet ecnin e të varponin me këpucë të vogla, 2-3 numra më të vogla se kanë. Në cilën shkollë keni mësuar si fëmijë dhe a keni qenë nxënës i mirë që në moshë të vogël? Unë kam mësuar te shkolla Vasil Shanto, e këtu, në Shkodër. Kam hyrë 6 vjeç në atë kohë si një gjus, ishte hyn si një gjus për me u forcu, pra e kam bën 2 herë klasën e parë. Unë mendoj se kam qenë nxënës i mirë, por kam qenë nxënës i mirë midis nxënësash shumë të mirë tjerë, të cilët nuk na, do më thanë, cilësia cive nuk lejonte që klasat kishte vetëm i gjell, që ishte më mirë. Ne ishim një grup, dikush ishte i mirë në diktim ose në hartim, dikush tjetër ishte në matematik, po ishte i mirë edhe në lante tjera. Pra, në atë kohë ka pas ma tepër ajk klasa, ma tepër maz klasa, se tashti janë ka ma tepër barazi në
nivel mesatar që ne marrim masane në atë kohë ne kemi pas nxënësat përsos. Ajo kanë inkurajuar prindërit për të vazhduar rrugën e artit? Jo, nuk më kanë dekuraju, as më kanë pengu, as më kanë folë në i herë keq, pavarësisht se arti është gjithkund në botë, është një mënyrë e dyshimt për me jetu mirë. Për shembull, mirë jetojnë ata që kanë biznese, shkojnë për ekonomi e njëra e tjetër. Kurse artet kanë qenë, sidomos në kohën tonë, kanë qenë bela e madhe, sepse nuk merrej vesh edhe ç'a donte ai regjim, a di? Ai thoshte bane kështu, ti e bash ashtu, të kritikonte edhe ta binte të fuste të merrin, po ju a më thatë kështu, jo s'kemi thënë kështu, a më kupton? Prindët e mi në kanë dashur që unë të ecja në jetë. Dhe gjatë viteve të diktaturës, ju e dini që kemi pasi diktaturë, apo jo? E thonë edhe të tjerë, që ju e në të vëgjër, ju e në pëshë. Gjatë viteve diktaturës, unë kam pas një jetë modeste, një karrierë modeste, nuk kam preferu me i tregu preferencat edhe, si me thanë, prirjet e mia që kisha. Nuk kam dasht me u provu naciste. Kam thënë, në qofë se ky sistem do jetoj gjithmonë, unë nuk më duhet me u provu edhe me dhënë prova. Provat unë i kam dhënë në një kohë tjetër, e cila nuk është sa është shumë më mirë ose e kundërta e asaj, se njerëzit njëjtit janë me ambicjet, me botën e tyre shpirtore. Po, koha e liris, një kjo kohë, që unë e quj kohë lirijet, është shumë më mirë se ajo kohë, sepse ne mund të provohemi. Dhe kur provohemi, mund dalim edhe kërtoll, dalim edhe kurgjan. A më kupton? Po. Kurse një kohë kur ti nuk dën me u provu, ti thu, si kur ti ishte kështu se unë po të tregoj për. Pra, nuk mundesh me qenë, pa kalu provën. Dhe provën, unë e kam kalu në kohën kur e kisha mush 43 vjeç, dhe provën e kam kalu vetëm për veti edhe për disa miqe shumë. Pra, nuk e kam kalu ende krejt provën. Dhe është e trishtueshme mos me e marrë vesh njeriu se sa peshon. Kur e keni shkruar poezinë tuaj të parë dhe çfarë ju frymëzoi? Poezinë time të parë e kam shkruar pa frymëzim, se është kaq e lashtë, sa se moj mend as veten, as frymëzimin, as përmendsh nuk e moj mend, se e kam gjetë në një fletore hartimit që më ruante nana kështu, për arkiv, shkruar me bojë jeshile. Dhe është një poezi që mu sot më ban me qesh. Më ban me qesh për keq, jo për mirë. A kupton? Pra, njeriu, pika 0 e fillimit njeriu mund të mos jetë fare, nuk ka fare lidhje me atë që mund t'jesh nesër ose që mund t'krijosh nesër. Kush ka qenë mësuesi apo mësuesja që ju ka lënë brejsa më shumë? Që kuptu, me mësuesat e kam pas punën keq. Unë e kam pas punën keq edhe me shkollën. Shkollën nuk e kam dashur hiç. Për mu mbje, unë nxjihesha kur afrohej
1 shtatori, se në atë kohë fillohet e shkolla me mos më dëgjoni ju mua, po unë po tërgom i sinqert me ju, sepse nesër më thoni, po ti na ke thonë kështu më, ti s'pas e qenë kështu. Kur vite 1 shtatori, unë mërzite shkën po, thoshe, tash ti fillon shkolla, fillojnë detyrat, s'ka ma me shëtit, s'ka ma me lujt, s'ka ma me shku. Pra, na kufizoi shumë liria për shkollës. Me gjithate, në shkollë, unë kam dalë tana 5 i thoshin atëherë, se ishin 10 Hala deri në fillore. Pra, midis mrena mejet ka pas gjithmonë një luftë të ashpër midis shkollës dhe lirive të mia, por unë nuk e kam lanë veten mera nga notat e mia. Niveli i notave dhe i mësimeve, sepse në shtëpi kisha një bab shumë të egër, i cili me cilin nuk luhej, i cili nuk bante kompromis mama sa ne. Kështu që kam jetu, shkolla për mu ka qenë një lloj kontradiktet mbrana vetes time, një stres i përjetshëm dhe meta mësues. A kupton? Sa është jeta? Këtë stresin e përjetshëm mos ke pas në fëmijëri ndonjë shok ose shoqe që i ke tregu sekretet, ëndrat, idetë, që ndoshta ta kaj? Sekrete i kam tregu, po ti rritu dhe pak. Po shok kam pasun. Shok kam pas, edhe shoqe kam pas, edhe shoqe shumë të mira, por shkollën nuk e dosha. Shkolla për mua ishte një lloj burgut i vogël, që duhej me i kushtu një pjesë të madhe ditës në një kohë që unë mendjen e kishe të lojnat, unë mendjen e kishe të punë tjera të cilat nuk çonin mulli, nuk çonin ujë në mullinin e shkollës. Kur e kuptuat se do të bëshit poet, dramaturg, përkthyes, pra një mendje në ajo, e di si është puna, këtë punë nuk kanë data. Njeriu përfshihet kada ka dalë. Atë në veç kur e shef vedin që ka hyrë në një ambient tjetër, në një mjedis tjetër, se ka tjera mendime, se ka po anëron diçka tjetër, se po lën mrapa dashnit e vjetra, lojnat, ikjet, njënën e tjetën, se tashti ti e mush kaq tepër me ato gjana që ke grumullu gjatë asaj kohë, sa që ti duhet ti dëshmosh ata dhe duhet tashti të përpunume, ti nxjerrësh nga vetja jote për jashta për të bërë pronë e sa më shumë njerëzve. Fjala poeta, fjala madhe. Fjala poet duhet na vërtetoj dikush tjetër, na i thonë tjerë. Shkrimtar e di që kur kam fillu me shkru, e di kanë qenë vitet 66, 67, 68, kam fillu me shkru. Pra, që e kam një veten se mrena artit të shkrimtaris, unë njëhesha i legjitimum. Pra, njëhesha se kam që me thonë dhe edhe kur zbrazësha e njëja prap se kisha prap diçka tjetër, por që ajo do delte në një formë tjetër tashtimo, dhe kështu janë poezit, kështu janë tregimet, kështu janë përshkrimet e ndryshme që unë kam edhe botu, edhe i kam ribotu në një për tyne. Pra, është një periudhë e gjatë kohë, mund t'jenë 5 vjetë. Mrena 5 vjetë ti fillon e braktis disa knatësi tuja dhe merë ose
krijon disa zakone të reja me një diçka të re, e cila bëhet masanej edhe si të themi flamuri i jetës tane, a kupton? Nuk di me dhanë përgjigjet saktë që kur me këfilan data, din? Po. Cila ka qenë vepra juaj më e vështirë për të shkruar dhe mes poezisë, prozës, dramës dhe përkthimeve, cilën preferoni më shumë? Vepra ime më e vështirë ka qenë romani Pesha e padurueshme e pafajësisë, një roman për Shkodrën. E ka përcjellit midis fundit luft 2 botnore edhe ardhjes së komunizmit. Ajo ka qenë një vepër që ka ardhur të mos zmallu në dorë, si ai brumi që vjen e fryhet. E ti ke mënu me hedhë vetëm një tepsi, mirë po një tepsi nuk e nxen, duhet me punu dhe tepsi tjetër. Edhe kështu që kjo vepër mu më ka hangër shumë kohë, sepse ajo ka ardhur të ju zhvillu gjatë shkrimit. Ka dalë shumë shpejt doli prej caqeve të projektit, edhe unë o duhet ta naloja, atë vepër të thoshen jam i pa përgatitur, sepse një vepër që të zhvillohet në dorë është peshë e madhe, është barë e madhe. Edhe ajo ka më ka lodhë shumë, kam punu 11 muaj rresht me te intensivisht. Edhe 8 orë në ditë, mas punës. Por unë mendoj se ajo është një vepër që ja ka vlerë dhe uroj që diçka tjetër që mund të shkruaj tashti të atë i kaloja, saj edhe dalin në plan 2 për sa i përket vështirësisë. Për sa i përket përkthimeve, për shembull, unë kam përkthyer një poet francez shumë të njoftën e shumë të madh bile. Filluesin ose fillestarin e modernizmit që quhet Charles Baudelaire, me cilin kam punuar rrumullak 50 vjet. Nga 1968 deri në 2018. 50 vjet e kam majtë në dorë. Po tham që jam marrë ditë e natë me te, po kam pas edhe periudha e leshe, përktheja, e leshe të pushon të maneje shikoja, thoshe kjo, nuk është mirë, kjo është mirë, kjo të lene, deri sa në fund e pash që s'kam qa bajnë ma me te. Edhe më ka shoqënu, kështu. Poezit janë lindin ma kollaj, por shestohen në kry, kryohen në kry me shumë zorë. Pra ti zbrazesh se shkruan, masanej ti vënon, arrin edhe një vit edhe nuk të vjen në poezi në kërkur, po të vjen. Kjo të regon se ajo është kryu po të pyet ty. Dhe vetëm kur bëhet një masë e madhe, aja kërkon medalë jashtë, dhe ti duash me shkru, po ajo është pjesë e jotja veç, pamërësisht se s'të ka pyet. A mërvesh ti se ti e ne gocë e vogël për me di. A më kupton ajo? Po. Shumë mirë. Ajo ka bërë të pasur financiarisht, arti dhe kultura. Arti dhe kultura, ne shqiptarëve na ka bën vetëm dëvorfen dhe na ka bën edhe lypsjar. Tregu i kulturor dhe shpirtor në Shqipëni është një treg gati që nuk ekziston. Tregu i librit është një treg liliput, shumë i vogël. Tirazhi i librave, kur librin ti e boton në 500 kopje, ti je i pari i katunit. Sepse librat botohen 200, 250, 100, 200, 250. Ti po e botove në 500,
je i pari i katundit, do më thonë je mirë, je kampion. E vetëmja mënyrë për me e qu librin të lexuesi edhe me nxjerrë edhe në përfitim shumë modest. Shumë modest, pra sa me investu një pjesë të shpenzimeve që ban njeriu për me shku në për qytete, unë vi në Shkodër, për shumë, për i Tiranë, e vi me 20 libra, 30 libra, 10 libra me marrin shokët, atë mund të marrë lek atyne. Unë i paguaj ata lek të shtëpia botuese, nuk është se unë i kam si gurë të zallit edhe merrni sa doni. I marrë pra ata libra, pjesa tjetër është një përqindje që unë nuk e mulej as naften, as do më thënë një kafe që janë nxerri dikuj ose në herë kur bat edhe në koktej në gjamë. Po në fundit, unë veproj dhe funksionoj si njeri i artit dhe i shkrimtarisë. Adin, pjesa tjetër, mos anej, ne ka fillu mos më na interesu ma, sepse jemi të bindur që nuk mund bëhet ndryshe. Nuk mund bëhet ndryshe. Çfarë ju frymëzon për të shkruar sot? Mu sot më frymëzon ajo që më ka frymëzu edhe dje. Edhe që shpresojmë të më frymëzoj edhe nesër. Dhe ajo që mu më frymëzon në mënyrë konstante dhe të palkundshme është pikërisht paraqitja e njeriut të asaj epoke që unë jetoj. Pra unë mundohem me përshkru njerëzit epokës time, kohës time. Si me thonë ty. Jo ty me pa një fotografi të Marubit, një vajzë sa te edhe me thonë unë po shkruaj për atë. Edhe në qoftë se unë shkruaj për atë vajzën që ka jetu para 150 vjeç në Shkodër, unë do fusty aty. Sa ajo s'na intereson. Ajo është vetëm pretekst, pra nuk na intereson ajo vajza që ka banë kohën kur ishim në sunimin turk. Adin? Në sunimin Osman. Mu më intereson një vajzë e shekullit 21 që rritet, që ka aspiratat e veta, që ka dëshirat e veta, që ka jetën e saj, që ka aksidentet e saj në jetë, që ka synimet e saj, që ka realizimet, por edhe dështimet e tjere tjere. Një kjo, pra njeriu i përjetshëm mu më duhet. A është e vështirë të shkruash për skenën teatrore? Për skenën teatrore është vështirë me shkru, dhe unë gjej rastin këtu nga televizioni i Shkodrës me i ba thjerje edhe ministrisë, edhe autoriteteve që merren edhe menaxhojnë botën e shkrimeve dhe botën e krimtarisë letrare, se na nuk po zhvillojmë me ngulm dhe me program dhe me mbështetje një letërsi dramatike kombëtare. Nuk kemi politika kombëtare për ta furnizu teatrin me dramaturgji e cila i merr temat e saja nga bota shqiptare. Ne vëm pjesë amerikane, pjesë italiane, pjesë finlandeze, pjesë, pra nuk janë të këqija, sepse autorët e mëdhej në fundit janë shkollë e madhe për aktorët që donë mu batë mëdhej, donë mu rritë. Por pjesët e huaja kanë shumë pak gjanat përbashkëta me jetën tonë. Edhe nuk na flasin sa duhet.
Njerëzit dalin nga teatri e thotë, bukur bërë, po, mu që më duhet kjo temë. Ne jemi me probleme tjera, se teatri është shumë i lidhur me problematiken korrente, me jetën e përditshme të një komuniteti, si që jemi në. Dhe ne marrim pjesë kur flitet atje për i farë korrupsionit, ma ne del për i punë tjetër, na kemi për shumë problemin e korrupsionit. Ma shumë se kërkush, e jemi vendi me korrupsion më të madhë në Europë. A ka vepra në Europë që flasin vetëm për korrupsionin? Nuk ka, pse, se s'ka korrupsion. Ose korrupsioni është i vogël, nuk është i këtyne për masave. Kështu që marrja e asaj pjese dhe vumja e asaj pjese këtu, thjesht sa na kujton se ka korrupsion edhe tjetër kund. Por sa i rrezikshëm është, nuk e kuptojmë, sepse atje funksionon sistemi i drejtësisë, funksionon sistemi i ndëshkushmërisë e tjerë e tjerë. Dhe na nuk ekziston. Ose ekziston pak, ose ka fillu i tash vonë me ekzistu. Ati? Kështu që Ministria e Arsimit edhe këta organet që merren me mbështetjen financiare të letërsisë duhet të japin përparësi madhe letërsisë dramatike, asaj pra që i destinohet për skenën e teatrit Migjeni. Si është ndjesia që veprat tuaja të shikosh në skenë të interpretuara nga aktorët? Unë kam vu një pjesë, e kam vu në Elbasan. Çfarë ndjesie? Ndjesia ime ishte herë se regjizori kishte ba një shkurtim substancial të veprës edhe i kishte dhënë një kuptim tjetër, sepse regjizorat e kanë këtë tagër, e kanë këtë drejt dhe marrin atë që atyne i duhet. Po gjithsesi është i kënaqësi shumë e madhe kur shef një personazh të plot, i cili gati plotësisht përputhet me atë që ke dashur me thënë ti. Dhe nihesh i trishtum ose të vjen keq kur e shef se një personazh që ti e ke skalit ose e ke plazmu tanësisht. Adi, ti e shef si personazh i rolit dytë o tjetër, sepse regjizori ka drejtën e konceptimit, e rikonceptimit të dramës. Gjithsesi me i pa pjesë tuaja në teatr është kënaqësi sepse vetëm në teatr vepra dramatike, teksti dramatik mrin destinacionin e vet. Sa është pa hypë në skenë, ajo është ende në gjystrukës, është një qerre e thyme, që se as para as mrapa ka met aty edhe ndoshta edhe pengon tjetër. Kam shpresë se në shtator një dramë imja do të bëhet në Lezhë, një regjizor atje e ka marrë pjesën, po punon me te, po mundohet me gjerë fonde, lek pra, se duhen edhe po mundohet me selekcionu edhe personazhet me kontingentin e aktorëve që ai ka disponueshëm, se ai s'mund ta marrin për Tiranën, se duhet me i pagu hotele njën e tjetën, kështu që e do i marri atë, për shkak gjithmonë të vërfnisë tonë që nuk po na hiqet prej shtatit. Sa rëndësi ka gjua shqipe për ju dhe si e ruani bukurinë e saj në shkrime? Gjua shqipe për mu është e vetmja gjuhë në cilën unë mundem me shkru. Pra, në qofë se unë jam shkrimtar, unë jam sepse kam gjuhën shqipe material me cilin unë ndërtoj një tekst, një vepër, po themin.
A ka ndonjë vepër që e keni më të preferuar? Që e keni më për zemër dhe pse? Shiko, na zakonisht, na shqiptarët duam më fort atë fëmijë që na ka mënu më fort. Nuk duam atë që na ka shpërblyr më fort. Dhe unë nuk baj përjashtim për kësaj rregull. Thash, vepra që teksti që më ka lodh më shumë ka qenë pesha e pa durueshme, e pa fajsis, dhe atë kam shkruar një 2-3 herë brenda 11 muajsh. Domethënë kam rregullu këtej për me prunë me kriju harmonikat e mbrëmshme, që mos me pas kapërcime, hendeqje, çamje, thymje, dhe edhe për pasoj mos me pas edhe keq kuptim. Por çdo tregim, çdo dram, çdo poezi e ka mbrëm një bërtham të shkëlqyshme, që ti e njen se ka dalë për të jetë. Dhe unë nuk do kisha mujtë në asnjë mënyrë me nënvizu diçka edhe me e thonë këtë hiqe, sepse këtë punën e hiqe unë e kam bërë para se me çunë në botim. Unë për shembull mund kam pas 10 tregime tek libri jem Nata e Qenjve, që ka dalë vjet në panajër, në janorin e 2024, kam pas 10 tregime dhe i kam hek 4 tregime i kam hek. Pse? Se kam menu që ata duhet të shkojnë te një libër tjetër. Dhe kuptohet, kam hek ata që kanë qenë më pak të spikato. Kështu që do shkruaj prap gjana, po dolen gjana të bukura, i fosë edhe këta të re. Ata nuk është se nuk kanë brum, po nuk e kishin brumin e këtën e tjerë. Kështu që i hoqa për mos me i ban hije njën e tjetër. A ka pasur ndonjë moment që ndoshta keni dashur të hiqni dorë nga krijimtaria? Me hek dorë nga krijimtaria? Po. Po, kam hek dorën qysh nga mosha 20 vjeçare e deri në 43 vjeçare, s'kam shkru. Ose kam shkru, po pa ditë kur kush se shkruj. Pa si me thonë me hek dorë. Në fakt, unë kam hek dorë nga botimi. Dhe nuk i kam pa ata si shkrime që botohen, ose mund botohen, për shkak se vetë doza e kritikës që përmanin ata do t'ishte veç katruese për mu në atë sistem. Kam pas një rast kur kam dasht me i djeg, por me hek dorë nga krijimtaria nuk besoj, sepse unë jam në këtë mosh edhe çdo ditë mendoj ç'a më shkru dhe çdo ditë shkruaj atë që mendoj. Pra si e kaloni ju një ditë zakonshme? Pra vazhdoni përsëri të shkruani? Dita e zakonshme për mua është dita e shkrimit. Kurse ditë e pazakonshme për mua është një ditë relaksi, një ditë pushimit, që i them sot s'do e hapi këtë kompjuterin edhe do dal, do ripërtri, do kërkoj një lloj rekreacionit, pa një lloj shplodhjet, një lloj. Çfarë do t'i shkruanit vetes po t'ishit 10 vjeç sa unë? Po t'isha 10 vjeç, 10 vjeç u bane ti më? 10 vjeç. Po. Dhe unë po t'isha 10 vjet do të bëje eksaktësisht çka kam bë në moshën kur kam qenë 10 vjet. Jo ç'a bën ti.
Çfarë do t'i Çfarë do t'i shkruani shkruani vetes? Që në do këtë t'i moshë shkruaja që jeni? vetes. Po, çfarë do t'i jepi një këshill? Po t'isha 10 vjeç. Shiko, mos ta marrim si të mirë qenë. Unë kam qenë 10 vjeç dhe nuk më ka pas shku menja me i shkru as vetes, as në kujt tjetër. A di? Mosha 10 vjeçare është një moshë që shkrimi nuk duket e ne asgjë. Leximi po. Sepse e ne ti nuk je mush. Dhe kur të mushesh, e të fillosh me shkru e të kuptosh se sa kënaqësi është me zjerë pjesën tonë të mbrëmshme dhe me zbulu edhe veten tonë kush je, a kupton? Atëherë fillon edhe dëshira për me shkru dikujt tjetër ose vetes. Po 10 vjeç, me thënë drejtën, nuk kam pas e ne dëshirë as me shkru poezi, as me shkru, po thjesht mund t'i kem ba aty si detyra shpijet edhe ka ndalë ata patatet që thashu. Po nëse, për shembull, këtë Do të moshë që kishit jeni mundësi, tani, do të kishit mundësi t'i jepni, po thojmë, një këshill vetes, kur keni qenë 10 vjeç. Për shembull, mos bëj këtë, bëj atë. Që unë ju a thash ma për para, edhe po ju a kursej mundimin, unë e kam pas atë që më thoshte mos këtë edhe mos atë. Kam pas babën, kam pas nënën që ishte i fje ma but, kam pas gjyshen që ishte Tirane, kam pas axhat që edhe ma bashin qefin edhe në ngreshin veshin, a kupton? Ka po bën, që kështu, kush është ky djali, shpun kreti me te, pse ke ardhë kaq vonë, kur të binë ora 12, duhet me kanë shtëpi, ashtu, njërën e tjetër. Pra, mu nuk më ka linë nevoja me u prish me veten time ende, sepse janë prish tjerë, edhe ata kanë vdek të ashti, shkreti, dhe unë ua kam harru stresin që më kanë kriju ata me mosat e me nukat e tyne. Cila është fjala më e bukur në gjuhën shqipe? Fjala më e bukur shiko, një gjuhë që ka vetëm një fjalë që ti e qunë më të bukur do të ishte një gjuhë shumë e vorshme. Fjala nuk ekziston si e vetme dhe nuk rrinë si sopra mobile, që adin, po e vejnë i tu të ashti në mi tavoline edhe kam vojnë këtë vazo, ose kam vojnë këtë lule, ose kam vojnë këtë portret, ose kam vojnë këtë skulptur, ose këtë figurin. Gjuha shqipe dhe tëna gjuht e egzaltojnë fjalen kur rrinë në bashkësi me te. Dhe shpeshherë fjalt i shërbejnë një fjale funore si pedestal. Dhe aja vetë në kry. Mirë po, në një situatë tjetër të shkrimit o të ligjirimit, nuk është ma ajo fjala. Unë kam një poezi që i them se në gjuhën time amtare ekziston fjala me shku. Në shembull, në atë moment, me siguri që unë kam menduar se fjala ma suggestive, ma magjike, ma do me thënë se për mu ka qenë folja me shku. Po sot nuk e besoj atë. Pra sot unë kërkoj fjalë tjera, unë mahnitem për fjalë tjera dhe fjala me shku për mu ka met atje sepse ndoshta unë në një moment caktuar të jetës time e kam njoft mirë kuptimin e thellë të fjalës me shku dhe unë jam të shku, pra jam të ec, jam nis për një drejtim dhe ky drejtim nuk është në i drejtim i keq, a din që ta mendoj. Po mërsisht edhe atje shkohet, po unë po shkoj drejt shtimit të arsenalit tim të librave. A kupton? Dhe kjo mu më kërkon mund edhe sforzo të madhe, po më kërkon shumë mund. Por ato
situata që për nesh kërkojnë mund, ata janë situatat më të begatshme me kënaqësi. Ata të krijojnë kënaqësinë më të madhe. Si ju duket letërsia sot, a ka ndryshuar me kohën e mëparshme? Letërsia sot ka ndryshuar fort me kohën e mëparshme. Letërsia është bën pronë e autorit. Autori që merr më lejen kërkuj. Ai më në përgjegjësinë për ata. Pavarësisht se inercia dhe ndikimi i letërsisë më parshme për cilën po flet ti është diçka që i duket në shumë autor, edhe që një farë maset ja ul vlerën letërsisë. Por na kemi shkrimtar shumë të mirë, shumë do më thënë novator që sjellin risi në gjitha parametrat e poezisë, në gjitha parametrat e letrare. Pra sjellin risi, nuk përsërisin kërkend. Dhe njihet që ato janë zani i një epoke të re që na jetojmë. Zani i një lirie të re që na e kemi mrena dhe jashta vetes. Zani i një perspektive e cila edhe pse e turbullt herë mas here, prapse shkrimtarit nuk ja lëkun besimin e ardhmenisë. A lexojnë sa duhet shqiptarët? Shqiptarët lexojnë vetëm shkronjat e lekëve letër. Çfarë kjo marr? Ai 20.000 lekë apo. Shqiptarët nuk lexojnë. Shqiptarët kanë lexuar në kohën e diktaturës dhe kanë lexuar shumë për shkak se nëpërmjet leximit ata kanë plotësuar, kanë kompensuar pamundësinë e udhëtimit nëpër botë. Dhe vetmja mënyrë për me njoftë Parisin ishte me lexu Balzacun. E vetmja mënyrë me njoftë, po themi na, Romën ishte me lexu Aleksandro Monzonin. E vetmja mënyrë për me marrë vesh se ç'a bëhet në Norvegji ishte me lexu Ibsenin ose Bjørnstein e Bjørnsonin, e kështu me radhë. Pra, koha e jonë është koha e një ramje drastike të leximit, e një braktisje të librit, por ky është një fenomen i përbotshëm dhe kombet e mëdha që janë ka 100 milionëshe, 90 milionëshe, 80 milionëshe, 120 milionëshe, kanë njerëz që s'lexojnë, po kanë disa miliona që lexojnë. Ne nuk kemi disa miliona që lexojmë, kemi disa 10.000 që lexojnë. Një 20.000 vetë, 30.000 vetë lexojnë. Po kjo është pak. Kjo është pak. Kjo është pak. Edhe këtu, edhe atje është pak. Shpresojmë që forcimi i shkollës, rritja e cilësisë letërsisë që prodhon vendi, rritja e përkthimeve të letërsisë që prodhojnë vendet e huaja, sepse duhet themi që jo vetëm Shqipënia, po edhe shumë vende tjera nuk prodhojnë as letërsi sa me plotësu nevojat e shpirtënore të shoqënisë. Ne pra marrim marrim nga Argentina, nga Peruja, marrim nga Japonia, marrim nga Polonia, njën e tjetër poezi, romane, novela, drama, a kupton? Dhe i përshtasim ata ose mundohemi me gjetë harmonikat që kemi ne me problemet e njerëzimit kontemporan. Po, ne nuk prodhojmë as letërsi sa ka nevojë. Bile, unë mendoj që asnjë vend i madh, cili do qoftaj,
nuk prodhon letërsi në atë mas sa ai thot jo nuk përkthej unë veprat huaja, sepse unë e plotësoj nevojat shoqërore. Po na herë jemi shumë larg me. Pra në qoftë se ti lexon 20 libra të huaj dhe vetëm 2 libra shqiptar, ti ma ke thënë troç se mu librat që shkruan në Shqipëni mu nuk më ngopin. Dhe mu më duhet urinë time të leximit ose intelektuale me e kompensu me lexime nga gjuhët dhe vendet e tjera. Nëse mund të flisje me një person nga historia e letërsisë së gjuhës shqipe, këtë do të zgjidhje, normalisht nga ata që nuk i keni patur fatin të takosh fizikisht. Po. Ka disa njerëz që është fati madh mos me i taku fizikisht. Ka rëndësi. Bile unë kam pas disa herë rastin me taku disa njerëz që merren me letërsi dhe e kam refuzuar punë sepse unë kam ditë se vretet që kam unë për ato do ta prishnin nejtjen dhe do ta anullonin në mënyrë brutale vizitën, kështu që unë kam preferu mos me e bë këtë takim. Njerëzve që merren me letërsi, unë do t'i thosha, në qoftë se është edhe kjo pyetja jote, do t'i thosha një gjë. Mos u ngutni me luftu për top të parë. Shkruani letërsi të mirë dhe nxirreni për jashta, botojeni dhe në qoftë se ajo ka dalë, sot ose nesër, ajo do të fitoj qytetarinë e vet në atë mos që përmend edhe vlerat letrare. Në qoftë se ka vlera letrare, sot ndoshta nuk do të promovohet, nesër do promovohet, sepse historia e letërsisë botërore është e mbushur me raste kur shkrimtarët janë afirmuar mas vdekjes. Kanë vdek pa e marrë vesh se ata pas kanë qenë numrat 1 të letërsisë, o të një vendi, po ndash edhe botëror. Po për të rinjt që duan të merren me art, çfarë këshille do t'ju jepje? Atyne që merren me art, unë do i thoja një fjalë. Arti vonon shumë me dhanë kënaqësi, lumt ata që nuk e kërkojnë kënaqësinë aty për aty, sikurse e kërkojmë kur hami i gjellë, ose në amëlsin, ose në akullore, që i themi, ua, kjo s'qenë ka mirë. Po jo, ka me të duke mirë kur ta hash, jo, duhet ta shti. Pra, arti në përgjithësi, po sidomos Totena e ka të theksuar vonesen e shpërblimit, nuk na shpërblen. Pra, le të kënaqen me kënaqësinë që njejnë ata duke nxjerrë për jashta atë që ata mendojnë se i ka ardhur rradha për t'u thënë. Librat e mi që kam shkruar këtu mbrani kam unë, por nuk i ka ardhur koha mu shkrua, kupton? Kam 2-3 libra që i po i sjellin në momentin e duhur. Edhe po nuk i ka ardhur koha. Kënaqësia e madhe është për me shkru. Dhe kënaqësia e madhe është me thonë tash s'kam çaj baj, me më ashtu edhe me çu tek ky. Te shtëpia botuese. Por atyne që shkruajnë, unë do me i dhanë mesazhin e fortë se në letërsi ka vend për gjithë. Edhe për pemë të mëdha, po edhe për lule shtrydhe të vogla që janë kanë poshtë drejt me qenë e me ekzistu. A kupton? Mos të këshyrin, unë dali pari, problemi është që nena duhet me shkru mirë.
Në qoftë se nuk shkrojnë mirë, nuk na shpëton as çmimi I parë, as çmimi I dytë, as shpërblimi dhe as durtërkitja. Ne na duhet me shkruar mirë. Dhe për me shkruar mirë, ne na duhet mendimi I lexuesve dhe mendimi I kritikës. Lexuesin edhe e takojmë, kritikën nuk e takojmë se nuk është. Duam t'ju falenderojmë nga zemra që sot ishit me ne dhe që na treguat për ëndrat, fjalët dhe për jetën tuaj. Ishte një kënaqësi për ne, për besoj dhe për gjithë që na ndoqën që të dëgjojnë sonte ju. Faleminderit shumë. Unë tashti për me saksuat e që the, unë kam pak ëndra. Unë e di se qam pret, por shkoj te kompjuter, unë harroj me hangër, unë harroj me pi. Nuk ka fare ëndër aja, punë pas një zgjanar e keqe, që vetëm kur fillon e më kërset stomaku, tham çumë se humor dhe po vdes se si ty majt fëmijë e tima. E kupton? Në këtë kuptim po të. Mos harroni të dashur miq se leximi, libri e fjala janë si një dritë e vogël që na ndihmojnë çdo ditë të rritemi më mirë. Me shumë kënaqësi duam që t'ju thojmë mirupafshim. Ne së bashku do të shihemi përsëri radhën e ardhshme dhe deri atëherë ja kalofshi bukur një fundjavë të mbarë. Mirupafshim.